Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht nga studio e radios, duke uruar që dita t'ju fal shumë mbarësi. Dita ndërkombëtare e muzikës mblodhi në sheshin Parabashkisë në Brëm, në një koncert, do ta quaja të bukur, festiv, mjaft spektator të Shkodrës, të cilët duar trokitën, orkestrën frymore, këngëtarët dhe çdo gjë që ata paraqiten në këtë koncert të titulluar Frymëzime muzikore. Është shumë bukur që ti drejtohesh artistëve, por është akoma më bukur që artistët të drejtohen me mesazhet e tyre spektatorëve, të cilët jo thjesht duar trokasin, po përpiqen të përçojnë edhe të nënkuptojnë ato mesazhe që përcjell muzika. Muzika duhet të jetë dhe është në shpirtin e njerëzve, po sa e rëndësishme është që ajo të përcillet me ato tinguj dhe ato vlera që ajo ka pikërisht tek spektatori i gjanë. Në ditën ndërkombëtare të muzikës, Shkodra është pjesëmarrëse e kësaj vlere të përbotshme, siç është muzika, dhe pikërisht në këtë mbrëmje muzikore u lëvruan pjesë të ndryshme që i përkasin llojeve dhe gjinive të ndryshme muzikore. Me mua sot në studio është drejtuesi artistik i Qendrës Kulturore Pjetër Gaci dhe udhëheqës artistik i këtij koncerti, zoti Bardhyl Hysa, dhe dirigjenti i orkestrës frymore, zoti Admir Lekaj. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Besoj se nuk ju ka kaluar ende entuziazmi i duar trokitjeve të mbrëmshme nga koncerti. Falenderoj një herë për përshtypjet dhe emocionet që na riktheve të natës së mbrëmshme. Realisht ndihemi të lehtësuar që i arritëm qëllimit pas një pune mjaft të gjatë që kemi bërë bashkë me dirigjentin, por jo vetëm. Kishim kohë që e mendoshim këtë aktivitet, ndoshta jo në ditën e 21 qershorit, 21 qershori doli mrapa sepse nuk e kishim planifikuar për këtë ditë, por në biseda manaj me Mjersen Kujtimalia dhe përgjegjësin e institucionit Markelian Kapetani, ram dakord që ta bëjmë këtë ditë. Me që s'kishtë aktivitete tjera, se unë me sa di unë në këtë ditë dhe mjeshtri Zefqoba e ka disa vite rresht, na ka sjell në vëmendje këtë ditë. Realisht, me të drejtën para disa vitesh nuk e kam ditë se ekziston një ditë muzikë, festa muzikë. Vite pas vitesh. Sepse edhe kur ka fillu kjo që lexova pak në historik me 21 qershori, nismen e ka në Francë, nga një ish ministër i kulturës në atë kohë, Jack Lang e kishte emrin, dhe ai kishte evidentuar që mbani përshtypje që në vitin 1981 në Francë ishin rreth 5 milion muzikantë dhe aktivitete kishte shumë pak. Dhe kur bëj për analogji, tham edhe këtu ne kemi super prodhi muzikantesh, por aktivitete kemi jo shumë. Ta llogarisësh gjatë vitit, sa nxjerr shkolla muzikë, sa ka në trek muzikanta, dhe të dalësh me konkluzionin që një premier, dy premiera në vit, nuk po them premiera të përmasave të orkestrës, por të paktën edhe me mini grupe të vogla, me 2 kitara, një këngëtar, një violin, një këngëtar, pra të thehet një mentalitet dhe t'jepet mundësia e muzikës live, muzikës së vërtet, sepse ka shumë larmi aq më tepër që sot kanë hyrë rryma nga më të ndryshmet. Ne për fat ne kemi bërë shkollën bazë klasike, siç e keni bërë dhe ju, edhe atë mirë, por ama në realitetin e sotëm ne ballafaqohemi sot me një shije kajherë ndoshta tjetër aty në parashikimeve ose shijeve tona. Ndoshta ndaj një mendim personal që është skena që imponon pastaj sallën. Janë artistët që imponojnë publikun. Dhe në Shkodër
Nëse do gërmojmë në vite, unë mendoj që gjen publik për të gjitha llojet e artit. Po, është e vërtet. Shkodra, domethënë, duhet pasur kujdes që ti servirësh, sepse përndryshe nuk të absorbon, të flak jashtë, në kuptimin e asaj që nëse nuk të pranon, atëherë gjejmë mënyrë tjetër për me hy. Kam parasysh në thënien e një artiste të operës rreth viteve 2000, kur orkestra e Radio Televizionit dha një koncert në teatrin Migjeni dhe spektatori duart trokiste tamam në vendet ku duhej, edhe i përgjat ekzekutimit ose mbasi mbaronte një pjesë. Ajo dha një vlerësim shumë të madh. Ndërkohë që ne mund të themi për të gjitha llojet e artit muzikor, gjejmë auditore të ndryshme të cilët duart trokasin artin që pëlqejnë. Kjo ekziston, por frika që kam unë dhe brezi jem, po ashtu edhe ju, është trit që pëlqejnë sot. Dhe kur, dhe mu më shqetëson, për shkak personalisht, kur shkoj me pi kafe në një lokal, të gjithë lokalet, si t'jenë prej me thik, kanë të njëjtën shije, një turbo folk, në më thonë, ose janë lajnë dorë kamarierit që nuk ka njohjen e dur, ose shijen e dur muzikore, ose këtë i servir tregu real sot. Dhe nuk e di ku mund gjejnë një lokal që t'ketë një muzikë sfond të qetë, një muzikë të bukur. Pa thëmë me 90%. Jo, se lokali është mundësia e shfaqjes, së një shije. Aty edukot, aty shihen drejt, por si duket shija ecin me trendin e kohës, me një shije që një muzik mundet me pas një gjatësin 3 muaj dhe mas 3 muaj flaket deli tjetër. Është një muzik konsumit që është sezonale, por nuk është reale, nuk është e vërteta. Dhe për këtë ndoshta ka ardhur kjo ditë e muzikës që të sensibilizojnë, që realisht të stimulojnë koncertet live, koncertet e muzikës të vërtet, jo të studio. Është realizuar dhe një takim pikërisht në ditën e muzikës mes muzikantësh, autoriteteve muzikore. Unë dashje pa dashje u futa në këtë temë, sepse asistum para dite ishte iniciuar nga përgjegjësi Markelan Kapelani një takim për të shprehur problematikat që kanë sot kompozitorët, muzikantët, qoftë dhe muzika çfarë shihet dhe mundësisht ti afrojmë këto urët, këto që na kanë ndarë këto barrierat e shijes të tregut me ato që shihet e muzikantëve dhe të kompozitorëve. Sepse nga njëherë edhe kalohet gati në një lloj pesimizmit, mos po punojmë kot. Domethënë, pra ne po mundona të bëjmë një art vërtet, po promovojmë klasik të romantik të paraklasik, kur vjen puna tregu dhe shija e shumicës, sidomos të trive, kalon në një muzikë konsumit që aty nuk i vetë fajse. Fundit është ekonomi tregut dhe secili sot është hap, ka atë jetën e vet, ka shijen e vet, por institucionet kanë një statur tjetër. Institucionet kanë një, si thosh, nuk duhet t'ja lejojnë vetes që dalin nga shinat, jo vetëm të edukimit, por edhe të përqimit të kulturës. Le të ndalemi te koncerti mbrëmshëm, i cili besoj ju dhurua bukur spektatorit. Emocione, por edhe ajo ideja që pikrisht një koncert i tillë, një produkt i tillë të servirej në ditën e muzikës ishte mjaft e bukur, reaktivizimi ose do të thosha vazhdimi i një pune me orkestrën frymore, ishte diçka entuziaste apo jo? Pa diskutim, është merit edhe dirigentit të ri Admir Leka, jo krejt i ri tashmë se për mu po i bëhen disa vite që se tash ky drejton edhe trupin e orkestrës së shkollës Prenjakova, po ashtu edhe këtu te ne kemi pas si asistent dirigent Mirë Selkuti Malije, por erdhi momenti dhe ai po thuj edhe repertori një pjesë të klasik e ka zgjedhur Admiri, mandej kemi ndërtu, kemi mundu ta ndërtojmë, ta ndërthurim
dhe ndajt I bukur edhe ka nga shkodrane, edhe muzika klasike, vërtura që është shkruar me para 200 vjeç Rossini. Por edhe muzika filmit Piratet e Karajibeve. Pra kishte një ndërthurje në kohë dhe ata ndajtën gjithë bashkë, po ashtu edhe interpretimi shumë I mirë I këtyre vajzave të reja bashkë me ishte I gërshëtuar, e menduar të gërshëtuar që të jenë të gjitha nivelet nga pak si thosh. Për Admirin besoj ishte një emocion I veçantë. Ju keni një përvojë në baketën tuaj, por kësaj here u duk sikur ishe një titullar me autoritet të veçantë në interpretimin pjesëve me orkestrën frymore. Ishte një sfidë veçantë. U banë vitet që jam të pjesëtar I bandës, I orkestrës frymore. Për mua dhe më thonë shkolla këtu ka fillu. Eksperiencën që e kam marrë për I profesor kujtimit. Gradualisht vjen duke u pjekroja, duke nxjerrë gjithmonë më të mirën. Për mram besoj që la me maksimumin, mas një periudhë të vështirë, një kohë pauze, që edhe provat nuk ishin krejt plota. Me shumë mungesa dikush ka kalu si Covid e kështu me radhë. Besoj se shumë çka I mbetet dirigentit, natyrisht me një skuadër përreth. Vetë Bardhyli pak më herët tha që një repertor I përzgjedhur nga ju. Besoj se ka pasur parasysh të pasqyroj muzikën me shumë anë, me shumë përfaqësime që nga muzika klasike, po I themi, por edhe pjesë të tjera qoftë të huaja, qoftë shqiptare, duke I dhënë një mozaik kësaj dite ndërkombëtare të muzikës. Është edhe kjo, dhe më thënë, ka disa kritere kur përzgjedhet një repertor. Janë mundësitë e orkestrës, janë standardi që janë vendosë. Dhe më thënë, këtu kemi standard në altë të orkestra frymore të vendosur për profesor kujtimit. Masa janë edhe paka shumë dhe më thënë materiale që sot duhet të jenë të perceptueshme për publikut. Por ne kemi guxuar dhe më thënë tek pjesa overturës që bëjnë një material që ne na lëm ngar, dhe më thënë të rrinë tek niveli I lartë, sikur janë edhe materialet popullore që duhet t'i serviren vazhdimisht Shkodrës, aq më tepër me këngëtarët e talentuar që kemi në Hesa. Nëse shohim në curinë e orkestrës frymore, gjejmë paraqitje të nivelit artistik që transmetojnë vlera të muzikës së lartë, po I them klasike. Pra nuk është thjesht një eksperiencë e parë, por është ta rimarrësh atë eksperiencë dhe ta vazhdosh e ta çosh më tej. Besoj se kjo ishte një ndër ato cilësitë që paraqiti koncerti mbaramshëm. Unë kam pas fatin t'jem pjesë e kësaj trupe, po gjithmonë të marrë edhe eksperiencën e mirë profesor kujtimit, dhe më thënë Kujtim Alin, mjeshtrin e madhe, përshëndesim për kontributet e jashtëzakonshme, jo vetëm me këtë orkestër, por për gjithë artin në Shkodër dhe jo vetëm. Jashtëzakonshëm, besoj njeriu I dashur I shkodranëve, njeriu I zemrës teme. Kam pas fatin që të kem aty kolegë, instrumentista që kanë eksperiencë të jashtëzakonshme. Ndoshta jo të diplomum, por janë profesor në këtë zanat. Kemi shansin tjetër që kemi instrumentistë që sot janë edhe pjesë e televizionit të niveleve shumë të larta. Edhe janë ndërthur kaq bukur këto. Edhe rezultat janë këto punë që po bëjmë. Në fakt nuk është thjesht të gërshetohen përvojat, moshat në një orkestër, por është shumë e bukur që këto vlera të transmetohen nga njëri brez në tjetrin, e aq më tepër kur këto I jepen publikut si një produkt artistik, apo jo, Bardhyl? Domethënë e preku edhe Admiri që ne e kemi qu steken mjaft lart për sa I përket repertorit. Është një repertor që edhe në botë të lushtet, domethënë pra dëgjohet në skenat e botës këtë repertorit Rossini, Shostakovich, kuptohet, pastaj edhe këto këngë të Un amore così grande, New York të kënomen nga këngëtar të famshëm. Famshëm, domethënë don guxim shkurt.
të llogurit që përveç profesionistave që kemi, si që ta miri janë si Brekeni që është në spale në radio televizion dhe vjen e kontribon këtu në Mikjaja me kontribute të jashtëzakonshme, por kemi edhe me kurse aty. Është Gjersi Urbani me kurs që ka mësu dhe do të mendosh që edhe ai duhet bëhet pjesë e kësaj trupe pra ka rolin e Pra vet. është një shkollë në vete edhe pjesëmarrja Edhe në pjesëmarrja, këtë sepse tonë gjë në përgjithësi nuk është se shkolla e jep, banda ka disa sektor që nuk bëhen në shkollë. Janë baritonat, familja e flikornëve për shembull, që fillojnë tenori, baritoni, do fillu mandaj kalojnë te kornët, trombonët. Është pak deficitare dhe ne po mundohemi të rrymë kuj libra të i mbajmë si tush afër, sepse nuk është kollaj për 6 muaj të mbash këtë trup për djerë një premierë të tillë. Dhe kjo trup pa diskutim, si shta dhe të bisedua dhe me kujtimin, kjo dën garë, kjo dën të shkoj dikun në një kompeticion, në një festival, po ku kasat. Ne i paraprim me këtë aktivitet sepse ndoshta gjitha trupat tjera janë paralizu, sepse të rrish këto nivelet paktën 6 muaj i dën të stërvitje, si tush për të ardhur buza në formë, për të ardhur gishtat, për të ardhur mendja, sepse dihet si që dolën dhe ne patëm fatin që ishim të përgatitur, ndoshta kemi shkel pak i fia ato masat e pandemisë dhe kemi dalë një herë në javë sa mas me harru, mas me lan këtë trup, por është pasioni sepse sikur të bishim në pesimizëm dhe të leshim këtë punë, nuk do të ishte as ky koncert sot, do të priqim vjeshtën se vera do të kalote, kush e di, do të doshim edhe muaj. Sa nevojshme është atë mirë që orkestra të jetë në gjendje pune vazhdimisht, të paktën në intervale të her pas hershme të mblidheni për prova, për pjesë. Sidomos për trupin tonë, ndryshe mund të ishte vjen fjala radio televizioni që i kanë detyrë të dalin punë, ushtrimin e instrumentit këtu kemi dhe të thonë që kanë tjetër zanat dhe losin edhe tek banda. Nëse nuk janë. Kjo gjë e bukur në fakt. Por don por kjo ngacmimi prova i lën ato në formë se përndryshe dihet që vetë që kanë instrumentiste, nëse nuk ushtrohesh, bie niveli. Ashtu është. Por ajo që më ra në sy ishte aktivizimi nëpërmjet gjinisë më demokratike, siç është kënga, pjesa vokale, i disa pjesëve të përzgjedhura, O Sole Mio, New York, por edhe pjesëve Un amore così grande, por edhe pjesëve popullore, karefilat që ka Shkodra që erdhi me një tingëllim shumë interesant që u rrit në 3 këngët në fuzionin e përgjithshëm muzikor, por edhe interpretimi shumë brillant i 2 këngëtarëve, siç janë Klodiana Brahimi dhe Laurian Eili. Më bëri përshtypje kjo përzgjedhje dhe ndërthurje në programin e koncertit. Që këtu kam ndërhyrë edhe vetë. Realisht kuptohet të konsultune, jena mundur të shfrytëzojmë edhe materiale që i kemi pas në bandë në vite, të zemë këtë New York e ka paknu për disa vitesh Dorina Garuci. Po, një këngëtare fuqishme. Ne kemi pas në pjesë Un amore così grande. Por po aq e fuqishme dhe Martina Serreqi. Absolutisht. Dhe këtu do të ndalesha në një moment, sepse të kesh një këngëtare të tillë do të thotë që i detyruar të ofrosh mundësi. Me të njifshim aftësitë vokale të Martinës edhe të Megi Toms, dhe më thënë arritëm të... Edhe Megi, po. Do thënë i servirëm të tilla repertore dhe nuk ishim dyshimin që këtë do të arritën, sepse janë rritur në durë tona dhe kanë ashtu. Po është edhe grupi Karefilave, ka dako që ata më janë afru dhe më kam thënë kena nevojë për mbështetjen tonë, mundesh me na mbledh me punu vokalisht me ne dhe jena të munduar me mbajtje. Këngë të përpunuara shumë bukur, Karefil në Kodër fillon dhe rritet pastaj me këngë dhe më pëlqeu pikrisht një crescendo e grupit. Ajo ishte kryesore që mos ban të bezdisshëm, pra të shpalosin emocion dhe të rrinë bukur edhe në koncertin, sepse ky pak a shumë ishte një koncert klasik
dhe duhet të dish të servirësh edhe muzikën qytetare. Kuptohet Jarja ka vendin e vet dhe ekonomin. Ardhja nga Italia e Klodianës absolutisht në arrit nivelin e korraju më shumë. Ishte një rasti në fakt se kur i tregova Klodianës që do bëjmë një koncert premier me bandën, tha a mundem du më ardhë, tha, dhe do përpiqem të siguroj bilet për më ardhë në kohë. E ka një natë para. Një natë para, po, të dielën. E falenderojmë se jo se nuk do ta kishim zgjidhur edhe në mënyra tjera, por prezenca e saj, kontributi i saj ka disa vite që ajo kontribon me orkestrën tonë. Kemi marrë pjesë edhe në Itali, në festivale, në Saran, ku jemi ndërruar me të. Admir, nga një koncert në tjetrin, besoj se tashmë mendja është në punë vazhdimisht për të gjetur mundësi, shtigje, repertor, aktivizim, thirrje, grumbullim të këtyre muzikantëve, qoftë orkestrant, qoftë këngëtar. Çfarë ju frymëzon pikërisht pas një koncerti? Ajo kënaqësi që ti koncerti, dhe me thënë, të frymëzon për me vazhdu tjetrin, dhe me thënë, kur e provon skenën, e ban edhe këtë mundin ekstra, dhe me thënë, për mundu me gjetë partiturën, me studiu, pra pasioni, dëshira për me dalë. Besoj se me qenë se i keni menduar për këtë repertor, keni në tryezën, në sirtarin tuaj edhe disa pjesë që mund të realizoni. Ka kohë, dhe me thënë që unë i kam rujt në disa materiale, por gjithmonë vinë pak edhe prej mundësive që pak më parë, profesor Bardhi i përmendi, dhe me thënë, vjen fjala Mussorgsky, tablon nga ekspozita, do një tunç bajegit fuqizum, por ne na kishte vlet, sikur ti vin momenti mu kalu, kështu me kohën duke pa duke pa. Keni punuar shumë kohë për këtë koncert? Taman puna e kësaj ka fillu, masi fillu në gjanat mu liberalizu. Filloi vaksinimi, se shumë instrumentista kanë pas frikë me drejt. Naturisht. Ka qenë një kohë e vështirë dhe kjo është vërtet një sfidë më vete, një guxim, por që duhet falendëru ekstra. Që duhet përshëndetur në radhë pa shëndeti, qofshin mirë të gjithë. Dhe Bardyl, meqenëse se një koncert i orkestrës frymore shënon një stacion, a ka në të ardhmen e afërt të tjera mundësi që kjo orkestër të jetë aktivizuar, të ketë të tjera stacione, qoftë në Shkodër për shembull para 2 vitesh edhe më herët është organizuar takimi i orkestrave frymore. Nuk e di se si është ky plan ose ky projekt, ose janë organizuar edhe shfaqje të tjera. Pjesëmarrje në konkurime, vetë orkestra jon ka konkuruar jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Natyrisht në mënyrë festive dihet. Çfarë mund të thuhet për këtë? Që ky material, por jo vetëm, ose këto orkestrant të mbeten në punë, në moto. Kjo është ajo shqetësimi janë kryesor që çfarë do bëjmë me të tilla trupa, por jo vetëm me këto trupa, por në përgjithësi me këto muzikantë që mbarojnë shkollat dhe nuk orientohen dhe fillojnë mandej dikush fillon punë në pizzeri, dikush në një lokal, dikush në një tjetër dhe humb ato njohuri që i ka marrë si tu gjatë viteve. Dhe sidomos me këta trupa, po nuk pati garë, po nuk pati një kompeticion, një festival, një aktivitet, edhe këto fillojnë të kurrën dhe përfundojmë ne të paktën e kemi planifikuar në Shkodër 1 ose 2 premiera në vit, jemi munduar që ti ngacmojmë sepse aq mban që nuk mund të bëjmë më shumë 1 ose 2 premiera. Kemi pasi takim të bandave që menduam ta iniciojmë në Shkodër, kuptohet në fillim në mënyrë modeste sepse të vinë 10 trupa këtu në Shkodër të sistemosh në hotele, me repertore, me gjitha, është pak e vështirë, por nuk e mbajtën. Shkodra është vendi i orkestrave frymore, ka pasur deri në 7 orkestra frymore në fund të shekullit të 19. Domethënë, kjo është ajo sepse ne kemi traditën dhe jemi duke mundu edhe në bazë të traditës, por edhe me këto muzikantë që kemi ta mbajmë si tush, sepse
realisht ndoshta mund të themi që është formacioni vetëm që na ka ngel në Shkodër. Pasi kemi pas edhe orkestrën simfonike. Është pak e vështirë tash ta ringresh një. Megjithatë orkestra tanë pak pozitivisht ide. Jam edhe pjesëtar i stafit të shkollës Prangjakova. Aty janë rikthy trupa që i ka pas dikur shkolla muzikës. Domethënë ashtu rikthy orkestra frymore Edin Bardhi që kena marrë pjesë 2 herë në aktivitetin prangar. Edhe herën e dytë Bajbeqi na paraqitet mirë forte. Aty janë i pjesë. Po aty është fidanishtë. Fidanishtë. Këtu gjej rastin me përshëndet edhe drejtorin e shkollës Prangjakova, profesor Antoni, për mundësinë që na krijoi rikthimin e këtyre trupave. Ata kanë në letër, por në vërtet u rikthynin edhe herë dhe sot pjesë e bandës së orkestrës frymore të Shkodrës janë në zonës së kësaj. Trashëgohen nga ajo trup. Nëse do të ndaleshim në mbrëmje muzikore, nuk mund të lëmë asnjëherë pa përmendur edhe bashkëpunëtorët tuaj të afërm, ata që shpesh bëhen frymëzim, bëhen mentor, bëhen përkrahës, bëhen kundërshtues në një moment, por japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Bashkëpunimin e mjeshtrit Kujtim Alia dhe muzikanti tjetër të mirënjohur Roland Guli. Po, është edhe mirë mund të cekinte, pa mbështetjen e tyre dhe pa ndihmën e tyre sigurisht që ne kemi ne gjithmonë kontakt. Rolandi tashini është bërë një mjeshtër i aranxhimit dhe i orkestrimit të materialeve dhe po t'i kapesh sidomos këngët janë të aranxhuar nga ai dhe dën mjeshtri. Tash kemi projekte që do të futet edhe repertori i ri, Markeliani ka projektet e veta që të fusin ndoshta edhe frymën pak jazz band, se të është në këtë, por pa e largu kuptohet nga banda klasike, por ajo tjetë një shtesë e saj, me që i kemi mundësi dhe ai e njeh mirë edhe atë fushë. Jo vetëm Markeliani, por ne ftojmë edhe kompozitorë të tjerë që mundësisht na pasurojnë që të kemi vepra i fije, ta pasurojmë repertorin e traditës, se me të hujet merret atë miri, ato që gjenë në internet, i përshtat, i merr dhe e tregoj mram që i ka rashenjt me to, qoftë me Shostakovich, qoftë me atë Palladian që ishte edhe me overturën, pra këto janë shtyllat e një koncerti. Por kemi nevojë edhe gjanat të tjera si tush më të vogla, këngë, mund të jenë romanca, mund të jenë pjesë më të vogla. Koncerti mbrëmshëm la jo thjesht një shije të mirë tek spektatori, por ngrohu shijet e bukura artistike. Shpresojmë të mos mbetet i vetmuar. Po përkundrazi kjo koncert të jetë frymëzues për të tjera veprimtari e aq më bukur të frymëzosh muzikantët për të ardhur, për të kontribuar, për t'i dhënë një mundësi. Nuk është thjesht një ushtrim i bukur, është edhe një detyrim ndaj spektatorit. Apo ja? Besoj se absolutisht që kjo punë nuk ngjelet me kaq, pra ne nuk do të ngjelim thjesht që kjo band të jetë vetëm ceremoniale për raste festash apo rastesh të tjera. Rastesh të tjera, por në qoftë se kësaj i mungon vizioni që kjo do të dalim me një koncert premier, atëherë fillon e zbehet edhe rëndësia e kësaj trupe band. Sepse edhe në fillimet e veta kur ka filluar me mjeshtrin Giovanni Canale, me Paolo Kurtin, që në fillim të herës ata nuk ishin repertor të traditës shqiptare, ata morën nga Italia, këngët ose nga oprat e Verdit, u mundon me mënyrë modeste t'i bishin, sepse ato ishin më demokratike në atë kohë, dhe fillon shfaqjet jashtë për publikun që i dhanë ato spuntët. Dhe vazhduan, kjo traditë vazhdoi më me Prangjakovën. Po, me kënaqësinë e një koncerti që transmeton vlera, që transmeton edhe disa arritje të muzikës botërore, duke u mbështetur fort edhe tek arritjet tona, tek këngët tona,
Besoj se nuk I keni dhuruar spektatorit thjesht një mbrëmje muzikore, por keni shpërndar dhe një mesazh aq të bukur, siç është muzika e cila duhet të ndezë zjarrin e shpirtit të njerëzve. Unë ju falenderoj shumë që erdhët sot në Mirëmëngjes Shkodër, por ju uroj edhe një herë për koncertin, duke shpresuar që ai të ketë vazhdimsi dhe ky formacion të jetë në motën e tij me aktivitete. Le të shpresojmë të mos e hedhim këtë fjalë thjesht me një shprehje të përgjithshme, por le të shpresojmë me të gjitha mundësitë e konkretizimit të projekteve në mënyrë që formacioni frymor të jetë një formacion gjithmonë që të gjalloj dhe të gjeneroj vlera të bukura artistike. Faleminderit Merit, unë jam I bindur që edhe jemi I lehtësuar që ne kemi fituar një dirigjent të trupës, pasi siç dihet edhe Mjeshtria Lia ka pas probleme me shëndetin dhe realisht nuk është kollaj sot të kesh një drejtues të nuk është. Nuk mund të marrësh baketën. S'mund të besosh do kujdo. Jo, është vërtet. Admir suksese gjithmonë. Shumë faleminderit. Berdyl në vazhdimsi, suksese gjithmonë. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Mirëmëngjes Shkodër sot. Ju përshëndes edhe një herë përzemërsisht duke uruar gjithmonë suksese dhe mbarësi. Faleminderit.